Me uljen e nivelit të prurjeve në lumin Ndroj, strukturat e mbrojtjes civile kanë nisur punën për rikuperimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. Punëtorët dhe mjetet e rënda po punojnë për devijimin e shtratit të lumit edhe më pas hapjen e një rrugë alternative për banorët e fshatit Shpërdhet, të cilët janë të izoluar prej më shumë se një jave. Banorët shprehen se shëmbja e rrugës i ka vënë në vështirësi të mëdha, pasi aktualisht nuk kanë asnjë mundësi kalimi me automjete. Rregullimi e shpenzime ka për pas, se pa shpenzim nuk bëhet. Po me desh me rregullu mirë, por një punë që ta prita, si që në për të bën, me kosha, këto nga punë e kohët që po bën këtu. Dhe punimet bën tamam me sakta. Çfarë ato bën? Inshallah pa e rregullojmë me kismet, me që si ka ngel tash. Panë se do e moshim me gurë me gjana. Këto punime do të bëhen ligjatërs. Por me kosha me këto nuk mund ta bësh tash. Dhe si ka ujë, gjatë versi mbrojtësat duhet të regjistrojnë të punë dhe të kombinojnë e të rregullojnë si të jetë më mirë. Nuk ka puna me e kalu dhe hajt. Valla këtu parafërsisht rreth 80 familje. Tërse sa banorë? 300 banorë. 300 banorë që bëhen. Dhe i kena morë një shu që na kalon për tokë. Smal Hajdar. Faleminderit për aty që kena dalë aty. Jena të dashur jashtëzakonisht shumë. Ndryshalla na rregullojnë pak më mirë. Një javë më parë, eshjet e dendura shkaktuan përmbytje në disa zona të Kurbinit, ndërsa dalja nga shtrati e lumit Droj shkatërroi rrugën e fshatit Shpërdhet, duke izoluar rreth 80 familje. Në të njëjtën kohë, mjetet e bashkisë dhe ushtrisë po punojnë për rikthimin e normalitetit edhe në malsinë e Kurbinit, ku si pasojë e shëmbjes së urave dhe rrugëve u izoluan 3 fshatra.